Projekti shumë i rëndësishëm për komunitetin shqiptar dhe veçanërisht për banorët e krajës ka hyrë në një fazë vendimtare. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Malit të Zi Artan Çobi ka bërë të ditur se pas një angazhimi gati 2 vjeçar, të gjitha procedurat ligjore dhe institucionale për rikonstruktimin e rrugës Ostros-Katërkoll janë përmbyllur me sukses. Drejtoria për komunikacion ka nënshkruar kontratën me kompaninë fituese të tenderit publik Putevi Bar, duke konfirmuar fillimin e afërt të punimeve në terren. Dokumentacioni zyrtar i cili përfshin kontratën e nënshkruar përcakton të gjitha detajet teknike të projektit të rikonstruktimit të rrugës rajonale Ostros-Katërkoll, pjesa më kritike për komunitetin lokal. Nënshkrimi i kontratës ndërmjet Drejtorisë për Komunikacion dhe kompanisë Putevi Bar shënon fundin e një procesi të gjatë që ka përfshirë planifikimin teknik, procedurat e prokurimit publik dhe vlerësim profesional të ofertave. Në deklaratën e tij publike, deputeti Artan Çobi e cilësoi këtë zhvillim si një prej sukseseve të radhës të Forumit Shqiptar në realizimin e premtimeve të dhëna qytetarëve. Ai theksoi se investimet në zonat shqiptare në Malsi, Plav, Guci, Ruzhaj, Tivare, Ulqin po ecin me ritëm të mirë dhe po japin rezultate të prekshme. Rikonstruktimi i rrugës Ostros-Katërkoll, sipas tij, është një hap i madh përpara për treven e krajës, një zonë që prej dekadash buen mungesën e infrastrukturës së nevojshme. Rruga ka qenë një ndër arsyet kryesore të boshatisjes së krajës për shumë vite. Mungesa e infrastrukturës së përshtatshme ka ndikuar drejt për drejt në largimin e banorëve drejt emigracionit. Ky problem i shoqëruar nga një zinxhir pasojash, transporti publik që dikur funksiononte dhe sot është zhdukur plotësisht, mungesa mundësive të punësimit dhe izolimi i zonës. Si rezultat, kraja është zbrazur vet pas viti, duke rrezikuar humbjen e gjallërisë së saj shoqërore dhe ekonomike. Rikonstruktimi i rrugës shënon, siç e vlerësojnë vetë banorët, një dritë në fund të tunelit. Përveç rëndësisë së brendshme, kjo rrugë lidhet edhe me një perspektivë tjetër shumë të rëndësishme, hapjen e pikës kufitare me Shqipërinë, e cila është përfolur se mund të bëhet funksionale në fund të vitit 2025, por deri tani nuk është realizuar. Megjithatë, ky projekt infrastrukturor është i lidhur drejt për drejt me atë perspektivë dhe bën shumë më të prekshme mundësinë e hapjes së kufirit, sidomos për banorët e krajës që e shohin këtë si një shans historik për riktimin e gjallërisë në zonë. Edhe pse sot banorët janë më të pakët në numër, shpresa për 2 projekte madhore, rikonstruktimin e rrugës Ostros-Katërkoll dhe hapjen e pikës kufitare me Shqipërinë, mbetet akoma gjallë. Siç theksojnë ata vetë, këto zhvillime mund të jenë shpëtimi i fundit për ta që kraja të mos shuhet plotësisht dhe të rifitojë rolin e saj të merituar në hartën e zhvillimit të Malit të Zi.